Faleminderit shumë gjithëve, i nderuar kryeministër Haradinaj, të nderuar kandidat edhe kandidate që jeni këtu, anëtar, mbështetës e simpatizant të aleancës që jeni në këtë numër kaq të madh kështu, sonte, gjithë ju që po na ndiqni përmes televizioneve, përmes platformave online, në Kosovë, në diasporë, kudo që jeni, cili do që je burr ose gru, ekipa ma mira në Kosovë do t'jetë krahteje. Faleminderit të gjithëve. Nduhet me ju thonë në fillim, dashur kolegë, miq, qytetar, kudo që jeni edhe një herë, që rrallë ka ndodhë në Kosovë me u prodhu një listë kaq e mirë, edhe du me i thonë një dy fjalë për këtë listë. Ne si aleancë ka kohë që nuk kemi prodhu listë ma përfaqësuese, listë ma të saktë, listë me gra e burra, e djem e vajza, që përfaqësojnë çdo cep të popullit shqiptar të Kosovës. Në Kosovë, në diasporë, në qytete, në fshatra, në krahina, në konfesione. Rrallë e kem pas na e kësaj radhe, askush në Kosovë, ama askush në Kosovë nuk kam rri me prodhu listë çfarë e kemi na, edhe pse unë s'jam në atë listë. Ma të mirë në Kosovë janë në listën e aleancës sot. Prandaj e kom nerin edhe kënaqësinë, mos dhon neri, me i prezentu kandidat e kësaj liste. Mburruni ju edhe çdo qytetar edhe një herë, kudo që është, mburruni se keni me e krah secilit një ekip fantastike, një ekip të jashtëzakonshme, një ekip që jam i bindun që ka me e bo historinë shumë shpejt në Kosovë. Tashi, po du me i prezentu kandidatët një nga një, edhe ju kisha lut për me i përcjell me duartrokitje dhe me ovacione. E di që keni stres, gjithkush ka stres kur hin në garë, po besoni që jeni ma të mirët, hiqeni stresin ose ktheni stresin në energji se i kemi diku edhe 7-8 ditë, 10 ditë të fuqishme për me e përmbyll prapë në Prishtinë edhe me dalë të jashtëzakonshëm zgjedhje. Tashi. Faleminderit. Me numër 110 është Durim Halilaj. Me numër 109 është Zeç Malaj. Me numër 108 është Adil Maloku. Me numër 107 është Edona Sulejmani. 106 Agim Muçaj. 105 Iliriana Mehmetaj. 104 Qemail Sejdia. 103 Izet Rushiti. 102 Fjolla Kastrati. 101 Burim Kuqi. Numër 100 Hakia Bazi. Me numër 99 është Vjoll Savokri. Me numër 98 është Ferdinand Kolaj. Me numër 97 është Alberton Sahiti. Me numër 96 është Nora Boshnjaku. Me numër 95 është Hekuran Hoxha. Me numër 94 është Bujar Tafili. Me numër 93 është Agnes Mazreku. Me numër 92 është Mumin Morina.
Me numër 91 është Dritan Bajramaj. Me numër 90 është Lahi Ibrahimaj. Me numër 89 është Arbina Buzolli. Me numër 88 është Feriz Shala. Me numër 87 është Donjet Shiaku. Me numër 86 është Arben Kiçina. Me numër 85 është Avni Gashi. Me numër 84 është Mbresa Dina. Me numër 83 është Gentian Lila. Me numër 82 është Arber Grabovci. Me numër 81 është Dafina Roka. Me numër 80 është Gazmen Syla. Me numër 79 është Ganit Demaj. Me numër 78 është Dardan Krasniqi. Me numër 77 është Gjemile Murati Shabani. Me numër 76 është Labinot Skovrçani. Me numër 75 është Anjeza Tahiri. Me numër 74 është Abdul Naser Sefa. Me numër 73 është Mentor Durguti. Me numër 72 është Feride Zani. Me numër 71 është Nezir Gashi. Me numër 70 është Prek Prekaj. Me numër 69 është Adelina Culej. Me numër 68 është Sali Rexhaj. Me numër 67 është Arber Zenuni. Me numër 66 është Dorentina Hiseni. Me numër 65 është Bashkim Budakova. Me numër 64 është Gjelal Krasniqi. Me numër 63 është Emine Murtezi. Me numër 62 është Edmond Hoxha. Me numër 61 është Flamur Gacaferi. Me numër 60 është Adelina Mehmeti. Me numër 59 është Bilal Bushi. Me numër 58 është Arbner Fazliu. Me numër 57 është Dashurie Bislimi. Me numër 56 është Kreshnik Smajlaj.
Me numër 55 është Blerim Bajramaj. Me numër 54 është Fadil Arifi. Me numër 53 është Veli Kryesiu. Me numër 52 është Hidajete Maksudaj. Me numër 51 është Hamdi Komoni. Me numër 50 është Daud Haradinaj. Me numër 49 është Djelza Fetoshi. Me numër 48 është Lindije Matoshi. Me numër 47 është Liridon Hasani. Me numër 46 është Dreni Kastrati. Me numër 45 është Faton Jakupi. Me numër 44 është Yll Bogaj. Me numër 43 është Blert Gashi. Me numër 42 është Fatime Lika. Me numër 41 është Mensut Ademi. Me numër 40 është Ermal Gashi. Me numër 39 është Mehmet Klinaku. Me numër 38 është Alberta Binqe. Nuk jom lodh, se në emna kretë fantastik, mos keni derë, në regull jemi. Me të vërtet është fantastike lista. Me numër 37 është Luigi Ademi. Me numër 36 është Leona Berisha. Me numër 35 është Refki Bytyqi. Me numër 34 është Ukshin Thaçi. Me numër 33 është Kushtrim Gjemajli. Me numër 32 është Esmehan Kakruki. Me numër 31 është Elbasan Shabani. Me numër 30 është Agron Bocaj. Me numër 29 është Valmire Maliqi. Me numër 28 është Baki Feta. Me numër 27 është Besmire Bytyqi. Me numër 26 është Enver Hoti. Me numër 25 është Ardian Kastrati. Me numër 24 është Vildane Latifi. Me numër 23 është Besnik Krasniqi. Me numër 22 është Haxhi Ibishi. Me numër 21 është Hafize Sallahi. Me numër 20 është Ali Berisha. Me numër 19 është Xhavid Zariqi. Me numër 18 është Tringa Morina. Me numër 17 është Ahmet Isufi.
Me numër 16 është Zafir Berisha. Me numër 15 është Gjevahir Zhunici Vlasali. Me numër 14 është Arton Demhasaj. Me numër 13 është Shemsedin Dreshaj. Me numër 12 është Teuta Haxhiu. Me numër 11 është Burim Ramadani. Me numër 10 është Agim Qeku. Me numër 9 është Djelza Kukaj. Me numër 8 është Gani Dreshaj. Me numër 7 është Palekaj. Me numër 6 është Albana Bytyqi. Me numër 5 është Arber Tolaj. Me numër 4 është Beg Berisha. Me numër 3 është Time Kadriaj. A lexova bollat në alën atë vazhdoj. Okej. Me numër 2 është Besnik Tahiri. E që tash kom lexu bot. Listës son i prin kryeministri më i mirë që e ka pas ndonjëherë Kosova 2 herë. E di unë, me sinqeritetin më të madh po e them. E di herën e parë kur Kosova ka qenë e bllokuar me disa kushte, jo kush e di se sa kiamet, falin këtë shprehje, mirë po ka qenë e bllokuar se s'ka pas lider që ka pas guxim me nis procesin i cili ka qenë rruga drejt shpalljes pavarësisë. Po kanë qenë definuar si standardet para statusit, edhe gjithë miqtonë ndërkombëtar kanë besu seriozisht që Kosova duhet me tregu vullnetin për me ecë ma shpejt në sundim të ligjit, në zhvillim, në mbrojtje drejtave të pakicave, në reforma cilat kanë qenë të nevojshme me dëshmu që jemi të gatshëm me qenë shteti pavarur, për me nis procesin. Deri në nëntor të vitit 2004, e unë kom qenë edhe në kabinet përpara, ka pas hezitim prej politikës me nis se çdo reform është e zorshme, ka kontroverza, ka njerëz që janë për, ka njerëz që janë kundër. Mu e mi thonë që kur kemi hyrë zyre prej ditës parë, për 3 muaj, krejt çka ka pas shoqënia kosovare është qenë kom edhe është dhezë. Ka që ndesht me ardhë në kry të vendit një njëri. Për me i që tonë kom edhe neve që jemi konë kabinet, po krejt tjertë. Mi dhezë Kosovën deri në qatë ma sa mos me pas dilema askush. Që ky popull, ky vend, ta njerës, muin me marë për sipër me ndërtu një shtet demokratik të drejt, të zhvillum, të rreshtum si duhet. Ramush Haradinaj e ka bu, që ta keni të qartë. Herën e dytë, prap Kosova është gjetë përkundër zhvillimeve, përkundër avancimeve në disa fusha, është gjetë në disa pika krejt e bllokume. Edhe prap ajo blokadë nuk ka qenë se ka pas dikush një ide çka me bo.
po se kanë pas guximin edhe idetë të gjithëve nuk kanë ditë me i sublimu në idetë e një njeriu që udhëheq. Se fundi i fundit, kretë madhështia aty në që udhëheqin është me ditë me i marë gjitha idetë, me i ndëgju gjithë edhe me prodhu një vizion. Prap në 2017 kem qenë pa energji, pa trepç, pa ushtri, e pa shumë çka tjetër që janë esenciale për shtetin. Prap ka qenë dashur me ardhë një udhëheqës i shtetit edhe i popullit që e ka guximin edhe dijen e akumulume me i nis me njëherë shpejt. Dhe prap ka qenë Ramush Haradinaj. Kryeministër, në momentet më të zërshme, ki ditë si udhëheqës politik, se për luftë na kanë kallëzu tjerë të e dim edhe na. Po unë jam të ju folë për udhëheqësin politik, jo për luftëtarin. Për luftëtarin nuk ka asnjë njeri në Kosovë që nuk e din. Edhe ata që nuk na dojnë. Edhe ata që nuk dojnë e din çka ka qenë Ramush Haradinaj luftëtar. Amo, po dojnë me kriju mjegull edhe me e çorodit pamjen e Ramush Haradinajt si burr shteti edhe si udhëheqës. E unë po ju them diçka. Në asnjë etapë, asnjëherë prej çlirimit tek ne, Kosova nuk ka pas njëri me ma shumë guxim edhe me ma shumë vizion edhe ma shumë strategji për të ardhmen e këtij vendi se që e kem na. E na kem prisin ton të listës, të partisë edhe kandidatin ton për kryeministër Ramush Haradinaj. Të cilin edhe njëherë e kam nderin edhe kënaqësinë me ftu para gjithë juve. Kryetar. Faleminderit shumë. Dashur pranishëm, prezent. Faleminderit gjithëve që keni ardhur në këtë sallë. Dashur qytetarë të Kosovës, bashkombash nga kudo që na ndihni, ju përshëndes nga zemra, kolegë e kolege, kandidatë dhe kandidat për deputet në Parlamentin e Kosovës, jam krenar me ju. Vërtet, ashtu si e tha, Aldiani, kjo është lista ma e mirë që ka Kosova. Ne jemi vetëdijshëm për rrugën e vështirë tonën deri në liri, për sakrificën sublime, për gjitha ato dhimbje plagë që i bartë populli ynë, por edhe jemi të vetëdijshëm se mënyra më e mirë me qëndru besnike, vlera dhe të lirisë është duke i kry punë që na preshin, e duke i kry ato punë mas miri për shtetarët tonë, për Kosovën. Pos programit i cili është pra plani ynë i punës me cilin ne do të punojmë bashkë të gjithë, garancë për zbatimin e këtij programi janë pikërisht kolegët dhe kolegët që u prezantun para juve. Kjo listë është gjithë përfshirëse, përfshin gjitha zonat e vendit, por une e grupoj në 3 kategori për bërën e kësaj liste. Së pari, kemi profesionistë të zot, njerëz me të arritura në shkencë e lamit e tyre tjetës. Së dyti, s'harroj me ju thonë, janë adetar, por e treta që du me e vlerësu para jush, janë njerëz betum me i kry punët që e preshin Kosovën. Pra janë profesionistë zot, shumë, lamit, në profesionet, në të arriturat që kanë, janë adetar, po jo vetëm kaq. Janë betum me i kry punët që e preshin Kosovën, punët që i kemë për para. Unë i kam veçue punët në tri shtylla. Ne dëshiroj me esë për para si Kosovë, dëshiroj me nëzon trendin, e dëshiroj mu bo pjesë e botës euroatlantike, me u antarësu në NATO edhe në BE, po jo me u tjetërsu. Mos e harroni këte. Identiteti ynë
identiteti ynë është shtylla jonë e parë. Vlerat tona, traditat, zakonet, ato për çka ne shuhemi dhe dallojmë nga tjerët, do t'i ruajmë me besnikëri. Ne do t'i shtojmë këto vlera në vlerat e popujve të shteteve që do t'ju takojmë. Pra, rujtja identitetit ton, e rrugës ton, e asaj kush kemi qenë, ka kemi ra, ku jemi sot, dhe kush do t'jemi për jetë, është betimi yni, betim që do t'a mbajmë. Shtylla e dytë e programit ton është rritja ekonomike. Ne do të aktivizojmë gjithë potencialin që ka Kosova ekonomik. Rritjen ekonomike e bazojmë në sektorin privat, por të mbështetur nga shteti. E bazojmë në kthimin e investimeve në vend, kthimin e buxhetit parapam për Kosovën edhe në politika fiskale të favorshme për bërjen biznes. Do t'i nxjishim bizneset tona, do t'i nxjishim biznes të reja, do t'i mbështesim gratë në biznes dhe do t'i mbështesim gratë për të gjetë vende pune, edhe asnjëherë s'kemë u ndalë me mbështet fuqizimin e gruas. Ne dim se na duhet siguria, a shtylla jonë e tretë. Shtylla jonë e tretë, siguria, buron nga ne. Ne e bëjmë sigurinë, ne të gjithë, bashkë, krah njëri tjetrit. Institucionet tona të sigurisë, ushtria, policia, gjitha institucionet e sigurisë e bëjnë sigurinë. Por ne e dim se kemi mundësi, e kemi besimin, e kemi rrugën e trasume, ashtu si kemë bo ushtrinë, muj me u antarësu në NATO. Pra, jemi alat besueshëm, e do të antarësohemi në NATO. Dashur pranishëm, unë kam shkrue disa porosi prej nesh për qytetarin tonë. Po shpari, dëshiroj me thonë atë që ndjenë zemër, se po, Kosova është nana jonë. E Kosovën e duam pa kushte. Ne do t'i qëndrojmë krah, nënave në Kosovë, që lindin fëmijë edhe i rritin në Kosovën tonë. Do t'ju qëndrojmë krah prindërve tonë, që na bën ta duam Kosovën pa kushte. Ne do të qëndrojmë krah fëmijëve të Kosovës, që janë drita jonë. Do t'ju qëndrojmë krah të gjithëve, që meritojnë një vend pune, rinis tonë, që është energjia jonë. Krah jush që punoni, po ashtu, krah atyre që punojnë, dhe që meritojnë një pagë dinitetshme me jetu vetë dhe me rritë fëmijët në Kosovë. Por ne nuk do t'i harrojmë pensionistët, do të qëndrojmë krah pensionistëve atyre që punuan dhe ndërtuan vendin tonë. Ne do të sigurojmë pagë për ta, për një pleqëri të njerëzishme. Duhet jetojnë si njerëz edhe pensionistët tonë. Ne nuk i harrojmë kategoritë e lirisë. Ata që dhenë më të shtrejten për lirin tonë, për Kosovën. Ne do të qëndrojmë krah tyre dhe ato do të ndjenë mbështetjen dhe do të ndjenë që janë pjesë e Republikës. Ne do të qëndrojmë krah bizneseve të Kosovës. Bizneseve të Kosovës janë herojt e ri sot. Bizneset kryejnë mbledh shtume në ekonomi, e rrishin buxhetin tonë, hapin vendet punës. Do të na keni krah. Po, do t'ju qëndrojmë krah bujqve, ata që me dur të arta e punojnë tokën e Kosovës, e nga ato dur e bojnë bukën për Kosovën. Ne do t'ju qëndrojmë krah gjyqtarëve e prokurorëve, se ata e ndajnë drejtësinë për ne, për Kosovën. Do t'ju qëndrojmë krah ushtarëve, policëve, zjarfikësve, doganjerësve që ruajnë Kosovën edhe tash, dhe që ruajnë pandal, dhe që ruajnë edhe me jetën e tyre. Do të qëndrojmë krah mjekëve e infermierëve, që e ruajnë shëndetin tonë, që japin çdo gjë nga vetja, do të jemi krah tyre, krah mjekëve, infermierëve. Do të jemi krah profesorëve, shëndësve, edukatorëve, që ruajnë dijen tonë
dhe që i bën fëmijët tonë ta duan Kosovën. Do t'ju qëndrojmë krah zyrtarëve publik që kryen shërbime në bazë të ligjit për të gjithë dhe pa dallim. Do të qëndrojmë krah artistëve, sportistëve, të cilët ngjallin shpirtin tonë dhe ngrin flamurin tonë më lart se flamujt e tjerë. Ne do t'jemi krah njëri tjetrit kudo. Krah diasporës tonë që ende na bën gjallë dhe na bën krenar. Edhe një poroshi për ty, motër e vllai yni me aftësitë kufizuara. Do të qëndrojmë krah. Ti e yni, jemi një. Qytetari i Kosovës, i cilës do përkatësie, jemi krah teje, jemi një. Asgjë s'do të ndanë. Nuk do të ndahemi në ata e këta, e nuk do të kemi tonët e atyne, po jemi një. Po ashtu, do të qëndrojmë krah aleatëve, që na mbrojtën dhe na ftojnë familje, krah Amerikës, ashtu edhe si jemi në rresht. Dashuria jonë ndaj njeriut, ndaj kombit dhe adeut, besimi ynë në Zot na jep fuqinë. Pra, Kosovë e dashur, të duam pa kushte, ti e fuqia jonë e pashtershme. S'ka pengesë që na ndalë për të arritë mirëqenien e qytetarëve tanë. Do të prodhojmë energji në Kosovë, centralin me çmir të ri, centralin me gaz, me çmim të Kosovës e jo me çmim të tregtarëve. Do t'i kthejmë investimet e njerëzve tonë në Kosovë, pra do t'i marrim fondet e partnerëve tonë, do t'i kryjmë projektet infrastrukturore të mbetura në gjys, do të kryjmë impiantet dhe kanalizimet e ujrave të zeza në gjithë vendin, do të sigurojmë ujë të pijes për gjithë qytetarët e Kosovës, do të dyfishojmë pagat dhe pensionet, kur them do të dyfishojmë pagat dhe pensionet, du me e shpjegu pak këtë. Gjithsesi, në vitin 2029 do t'jenë të dyfishume. Por dinamika si arrim dhe atje është shumë e rëndësishme. E di se plot njerëz kanë pyetje pikpyetje. Por të gjithë numrat në programin tonë ju lutem, kushdo që i lexon, pra matjet që i kemë bë buxhetore, si arrihet deri te dyfishimi, paga, pensioneve dhe shtesave të gjitha kategorive, i kemi vu këtu. Diferenca ose marzha e dështimit është vetëm 0.5%. Janë kalkulime nga ekspert më të mirë të financave, nga njerëz që kanë udhëhequr buxhetin, nga njerëz që me kohë i kanë përcjell gjithë parametrat e rritjes tonë buxhetore, po dhe planifikimit buxhetor. Ne i dim mirë shtyllat tona buxhetore, pra mallra shërbime që s'duhet me u rrit, por që do të rriten investimet kapitale, do të rriten pagat, pensionet dhe transferet, në një trajektore që para përfundimit tim mandati do të ndodhë dyfishimi i pagave për gjithë. Dashur pranishëm, me 28 dhjetor, bashk, krah për krah, numrin e dynon për Kosovën pa kushte fitore.